Apo rrezikohet imazhi i basketbollit kosovar nga dhuna e tifozëve? Dy incidente të rënda të ndodhura në një hark të shkurtër kohor kanë nxjerrë në pa një problem serioz që po e godet basketbollin kosovar: dhunën nëpër palestra dhe mungesën e sigurisë për aktorët e lojës. Në Prizren, gjatë çeriffinales së Kupës së Kosovës mes Bashkimit dhe PES, basketbollisti Dardan Berisha u lëndua në kokë pasi u godet nga mjetët të hedhura nga tribunat, duke pësuar qarje dhe duke pasur nevojë për ndërhyrje mjekësore. Për këtë incident, Federata e Basketbollit e dënoi Bashkimin me 3.200 euro gjob dhe 3 ndeshje pa praninë e tifozëve në tribunën qendrore të sallës. Vetëm pak ditë më vonë, përkatësisht të mërkurën, një tjetër skene pa pranueshme u regjistrua në Gjakov, ku gjatë ndeshjes Bashkimi Vllaznimi, një tifoz goditi me shishe uji asistentin e Bashkimit Bledar Gjeçaj, direkt në fytyrë. Incidenti i kapur nga kamera televizive dhe i shpërndar edhe në rrjetet sociale shkaktoi tension të madh dhe ndërprerje të përkohshme të takimit, duke dëshmuar se dhuna nuk është më rast i izoluar. Për rastin e fundit, Federata e Basketbollit të Kosovës, përmes një reagimi zyrtar, ka thënë se posedon pamjet filmike të incidentit, ndërsa policia e Kosovës ka konfirmuar se 2 persona janë arrestuar për tentim sulmi, ndërsa personi që ka hedhur shishen është identifikuar dhe priten veprime të mëtejme ligjore ndaj tij.